Përshëndetje, e pat pra që varka e Sali Berishës është pa vela, pa motor, edhe pret lumin, rrymen, protestën, ta maj gjallë edhe shty për para. Ai edhe kryesia e PD-s veprun ashtu siç i këshillovon. Ta ndreqin e të gabim që së ndreqet kur, po të paktën të mundohen të lajnë të pislikun e vetë, deri diku dhe të shkojnë në parlament, edhe të shkonin dje, i këshillova, i qova mesazhin edhe shkun, për shkun katë, për arsye se këta e pezullun, 5 socialiste, ato 5 antarët e Partisë Demokratike e pezullun urdhrin e SPAK-ut të dite, kur nuk pranun të votojnë për heqjen e imunitetit, kur e mbrojtën Belinda Ballukun, edhe tash del ai klyshi kurvës, Sali Berisha thot dhe e mbron Edi Rama, nuk e mbron Edi Rama, e mbrove ti, mor qene birë qeni, e mbrove ti me 5 deputetet e tuj që nuk pranove, t'ja heq shumë imunitetin. Nuk pranove se the du të lexojmë letrat mor idiot, mor psikopat, mor i poshtër. O mine pa sahat, o bom pa fetil, çka jeti. O njëri marum, o pushk druni, në durët e forcës opozitare. Vëllezër e mohdra, loja vazhdon, hipokrizia vazhdon, sërbët tallen me ju. Kamush dje ata bulevardin shëndetore në shkarquet prap me njerëz. Ashtë rëkeja e shiut që bje me rëbesh toka kur e mill, vëllezër e motra. Tash as fshatarët në fshat nuk millin, e jo mo shumica juve që jine në për qytete. Po kur e hedh fare në tokë, ka nevojë për shiun e butë. Ka nevojë toka, mos zhegut, që të thithët a 2-3 pika shiu nga ajri, gati si vese hol, gati si avull. Por jo për rëken se e merë mare zbret, ne vazhdojmë rëken, ne vazhdojmë tërmet, ne vazhdojmë vulkane, se nuk është për ndryshimin e asgjëje në Shqipëri, është për të tregu botës, shqiptarve, opozitës, Sali Berisha që u kanë një forcë maskrave, jam akoma gjallë, por për mos bo asgjë për Shqipërinë, për të kriju rëmuj, për të kriju kaos, për t'ja heq tokës edhe ato 2-3 kokra farë që kemi hell para se të mbinë, këta bon protesta i PD-s. Vëllezër e motra, kjo tregon se sa e rëndësishme është vota juaj për të zgjidhni njerëzit që ju shikoni që meritojnë, dhe jo njerëz, po është njeri i mirë ky, se dhe shkoj të qelvez, se bëjnë edhe po dun të bëjnë njerëztin, bëjnë se janë idiot, janë psikopat. Nuk qohet në parlament njeriu, se jo është fisi mirë, jo është gjaku mirë, jo është djali mirë, jo është goca mirë, jo është e miku tim, jo është e gjaj tim, jo është goca halësime, jo mbron për ço njerëz kompetent, se ja çfarë bëjnë, ja çfarë ekspozojnë, edhe kur e kishin, edhe arën, edhe gurin dorë të thynin. A dite që u erdhi kërkesa nga SPAK-u, që t'i heqin imunitetin, këta kujtojnë se diç bëjnë që ta bëjmë i herë të madhe, ta marrë vesh populli, do të lexojmë atë, do të lexojmë ne, nuk e heqim se s'kemi lexu, këtë kuset nuk kemi lexu hetimet. Dhe e mbajtën aty. E mbajtën aty dhe i dhanë mundësin të shjetit, të zvarisë, mësohet njeriu. Edhe me plagën më të madhe që merr njeriu, plaga dhemb, është të mërshme, është të frikshme, ti e pankth pare se e merë plumin. Kur e merë plumin, ikën ankthi, pastaj është vetëm dhimbje, mësohesh me ta.
Edhe njeriu që put komet do t'i jap fund jetës, ato ditë që është i paralizum, mas i jave mësohet. Njeriu mësohet, u mësu dhe ju, dhe mësoheni dhe ju, që ja e mbrojti ai Edi Rama, shumë mirë ka që mbran. Shumë mirë ka që mbran se mësoheni, mbran ministrën e vetë, harrohet krimi, harrohet edhe parlamentin vend që të merret ashti, në vend që të merret, me Belinda Ballukun, do merret me pisliqet e këtyre që kanë bën rëmuj, atë heqim 20 apo të heqim 10, atë përjashtojmë 5 apo të përjashtojmë 6, bëhet kjo, se kemi idiot, kemi psikopat, kemi Sali Berish, kemi Gazmend Bardh, kemi ca Rjepacak, ca pederast, ca rrugeqër, që s'din çfarë bëjnë, që kujtojnë se bëjnë luftë kur ore, është një lloj. Ushtria armike po vjen, po sulmon. Edhe ti jem ledh me ke ushtrin tatë aty mas projt. Për arsye se ata janë me tanga, ata janë me raketa, ata janë me mitralos, kurse ti je me ca patllake. Por e ke ushtria ma, që mund të bësh fshet asnjëherë, po e kem qef aty mas skallamëve. Edhe ata se janë emocional gjoj, ato idiotët e ushtrisë atje, fillen dhe shtin ajer. Po ti që love në ajer mërë qenë për të rhoqe vëmendjen se me 2-3 prellet ashtë duko të cëlull që ke atje. Ti nuk delet bësh luft, ti nuk e kthen mërë maskara, mërë idiot. Nuk e kthen atë vëmendjen e publikut nga hetimi që ishe i Spakut i Belinda Ballukut, në hetimin e deputetëve tuaj se shkojnë edhe bëjnë si kalamaj, si rrugeqër atje, sa a ishtë din. Se kur të marrësh rrugeqër dhe i fut në listën e zezë, listën të mëllme, ata rrugeqër s'din tjetër, s'din argument, s'din logjik, janë flamurnoka për plasin grysët, bërtasin, jo po të heqin edhe breket për mjerin në parlament, klysh të kurvës unë habitëm, mërë qeveria duhet i shtruke këta njerëz. Këto nuk na përfaqësojnë neve si popull. Megjithanë Partia Demokratike i ka se deputet për parlament dhe kuvendi është i shrejnë, është i joni, është i kombit, është i shtetit, ti qinonen, ti vrasin këto klysh, që janë të ca vokshet, ca shura, që dalin edhe bëjnë si, nuk bëjnë asgjë për ne, nuk e qajnë kokën për ne, po për të rëgu kush jemi ne, sa da aq fuqi kanë, sa aq djetësi kanë. Kemi idiot në parlament dhe talë dhe i. Del atje prap sot si ka sy e faqe kë klysh, marë kë Sali Berisha. Del dhe thot, gjykata kushtetuese boni gabim që e ktheu në punë. Sigurisht e heq nga puna me pezullimin e gjykatës speciale. Nuk ka bo gjykata kushtetuese, marë idiot. Gjykata kushtetuese ka bo punën e vetë dhe të qartë dhe të pastër. Që nuk e shkarkon ministrën një gjykatë speciale. E shkarkon ministri, gjykatët e arrestojnë. Arrestimin ti nuk e le, mërë shkardhat. Sali Berisha nuk e la, me 5 deputetet e PD-s. Nuk që Edi Rama atje që i vu këburën, ka qenë Sali Berisha që i urdhëroi atët PD-s të më zvotojnë, të mojnë votë, të mojnë dokument, ne dum të lexojnë, dhe dum të publikojmë. Për naj popull shqiptar, ju lutem mos e shkoni mrapa këtij zagari, por të kërkoni llogari, ta varni. Politari këtë qenë. Të kërkoni llogari, pse mbrojti? Ky e ka mbrojt, nuk e ka mbrojt Edi Rama. Edi Rama ka detyrë të mbrojë, mos shkërdhat se ka ministrën e vet. Ti s'duhet të mbroje. Ti e mbrove atë ditë kur duhesh arrestu. Edhe ti duhet t'japësh llogari mos qenë birqeni, pse e mbrove ti edhe jetë thushe mbrojti kushtetuesja. Kushtetuesja nuk e mbrojti. Kushtetuesja thjesht pezulloi pezullimin e gjykatës për shkarkim, edhe duhet kënaqesh që veproi tamam. Që veproi tamam, se s'duhet, nuk ka mundësi dhe s'duhet kur të bëhet president që gjykatët shkarkokën ministrat e kryeministri i emron, kryeministri shkarkon. Ti i arreston mërqene birqeni. Ti nuk e le arrestin të veproj, ti nuk e le, ti e preve. Ti e që mbrove më shkërdhat, e ti duhet japësh llogari. PD-ja
Njerëzit e PD-s nuk duhet ngriheni protesta mas Berishës, po të ngriheni protest për ta shpor atë hale që u ka hyrë për sipër e se kuptoni mor idiot. Ju duhet boni protest vetëm kaq është në dorën e juaj. Me heq qafe këtë klysh që keni, edhe mos me njoht parlamentarët që keni atje, se nuk i keni zgjedh ju, i ka zgjedh ky shkërdhat me u bë shurën për sipër. Protestet e juja nuk janë protestat për zonë Edi Ramën. Atë protest edhe sikur doni ta boni ju, nuk ja merr juve kush përsipër sa është partjake. Po të ngrihet fjala vje, duket se ka ca emra drejtik la Allah, a Gran Shehaj, edhe ka më zvete popullin edhe të djathtë dhe të majt, ai është shpor. A vetëm ai është shpor Ramën, se janë ngritë socialistët, edhe janë ngritë demokratët. Po jo ti më qenë Bjorqeni, si mundesh ti të shporësh ata që kanë zgjedh partia tjetër? Si mundesh ti ku ke fuqi ti më klysh kurve? Dalesh kundër vullnetit popullit me partin. Partia është part pjesë. Si mundet pjesa të përzoj kryeministrin më qenë më legen, se ti e di shumë mirë këtë, po ti tallesh me popullin. Edhe një herë populli shqiptar, në qoftë se ti do të bësh protesta, ti ngrihesh. Edhe ti nuk mund të ngrihesh sot as me Edin, edhe as me Berishën. Në qoftë se ka një figurë të mesme, një parti të mesme, ku populli vjen pa dallim partie, i majtë dhe i djathtë, edhe i bën thirrje kësaj qeverie, që është i madh i vogël ti, është një qeveri hajdutësh, e korruptuar, kriminalësh, banditësh, drogaxhish. Por vetëm qoftë se populli ngrihet dhe një parti tjetër, jo Partia Demokratike. Partia Demokratike let ngrihet me shpor halën e vet, që ka mbi krye kryesinë e PD-s, edhe këtë klyshkurve që po tallet me ju, që e mbron Belinda Ballukun, nuk e lejon Spakun të arrestohet, urdhëron deputetët e vet mos e votojnë, të morin gjoja ata letra të lexojnë në shtëpi, që s'din as të lexojnë. Ai Flamurnoka nuk di kush ka ngrit flamurin, mor idiot. Do të jetë në gjendje të lexojë aktet e gjykatës. Po këto janë, edhe një herë, populli im, kryesisht ju të djathtë. Ju duhet ngriheni e t'u aqini nënën deputetëve, kryesisë PD-s dhe Sali Berishës, që u ka pru halin me mut të dera e shpisuj, edhe sa po dilni, ju boheni për qeshja e vetvetes, për talja e vetvetes. Sami Gjoka ju përshëndet.